Zoti kryetar, kjo seancë sapo mori vendim për të shtyrë një projekt ligj për disa ndryshime në kodin rrugor, por më lejoni të kujtoj që jeni shumë selektiv në raport me mënyrën se si trajtohen nismat e deputetëve nga ky parlament. Mjafton të kujtoj që janë të paktën 25 nisma me firma deputetësh të Partisë Socialiste që kanë kaluar dhe brenda javës këtu. Ndërkohë, po për kodin rrugor, unë kam dorëzuar një nisëm në parlament në mënyrë që të rinj që qarkullojnë me monopatina të qarkullojnë lirshëm dhe në mënyrë të sigurt. Pra ka 7 muaj që ish ministrja e brendshme që lëvizi nga salla këtu, ua ka nxirr jetën të paktën 10.000 të rinjve në Tiranë dhe nuk merret asnjë mas, ndërkohë që unë sjell ligjin në parlament dhe mbahet në sirtar prej të paktën 4 muajsh. Tani mirë që interpelancat na i mohoni, mirë që na keni ulë këtu në fund të parlamentit, po të paktën edhe të nismat parlamentare na trajtonin në mënyrë të barabartë. Nuk kemi rastësisht në këtu, zoti kryetar. Jemi deputetët e një force politike që ka marrë 50.000 vota. Ndaj dhe duam të ushtrojmë detyrën tonë kushtetuese. Nuk mund të presim ne me muaj për nismë, sepse është e turpshme. Jemi i vetmi vend në Evropë që ndalojmë të rinj të qarkullojnë me monopatina në rrugët e Shqipërisë. Nuk ka asnjë vend. Italia e rregulloi javën e kaluar duke vendosur kask, siguracion të thjeshtë dhe një targ. Këtu u mohohet liria të rinjve. Tani ndoshta këtu në këtë parlament fëmijët tuaj që janë në moshë të re kanë mundësi të përdorin një makinë, po shumica e të rinjve shqiptar, veçanërisht ata që sapo kanë mbaruar shkollën dhe fillojnë punën për herë të parë, që paguajnë me pagë minimale, nuk e përballojnë dot makinën. Dhe i vetmi mundësi që kanë është të marrin një mjet elektrik që kushton pak, po ata e marrin me kredi për të qarkulluar si qytetar dhe në formë ekologjike. Tani në mënyrë absurde ministria i ndalon pa dhënë asnjë shpjegim dhe vetëm në Tiranë, sipas një studimi të thjeshtë, por dhe duke folur me grupet e interesit, me bizneset e tyre, me oficinat e tyre, të tregojnë që në Tiranë të paktën në vitet e fundit janë shitur 10.000 monopatina. Janë 10.000 të rinj që qarkullojnë në qytet, të cilët i sjellin ekonomi qytetit, pastërti qytetit, por qeveria vendos se kush duhet të qarkullojë dhe kush jo. Problemi është që unë e kam sjell nismën, e cila kërkon 84 vota, një bashkëpunim mes gjithë deputetëve dhe në futën diskutim. Nuk ka kuptim të fillojmë vetëm diskutimet e PS-s dhe të PD-s. Duhen edhe tona në këtë aspekt. Faleminderit. Zoti Kapri, nisma juaj është përfshirë, është në kalendar. Është pjesë e kalendarit. E ka kaluar atë periudhën që duhet të qëndroj në parlament, në kuvend, prej 2 javësh. Komisionet janë të lira, të inkurajuara madje të shqyrtojnë gjitha nismat që janë në kalendar. Dakor, po kjo nuk ka lidhje as me ndonjë qëndrim të qeverisë apo është procedurë parlamentare, është përfshirë në kalendar. Komisionet vjojnë punën e tyre. Ky është qëndrimi. Zoti Sajmir Koreshi, për procedurë. Zoti Sheha i foli. Faleminderit kryetar. Po dhe unë i kisha i pyetje me të thënë drejtën, atë ministre shëndetësisë që o kanë zënë syte, tani se doja ti tregoja pak pamjet e pediatrisë Lushi që po na hanë mint. Mint. Po lozin mint e pediatria Lushi, zoti kryetar. Prandaj duam interpelancën. Edhe nuk është ajo godina që gjoja do rregullohet. Urdhëron miu këtu si hedh valle. Të kalamajnë të Lushjes. Shu që të vija jo shoqja ministre të leja do buskuqin që nuk po e thresi për pilaf, po e thresi për min që po na hanë, kalamajnë. Ose na sillen e fotografi këtu edhe të shmallime me fotografinë e ministres. Se është turp që më të shtyjet të interpelata, sa e vjera dhe mu ka ik drejti pa ditur ministre e shëndetësisë. Po na hanë min. Faleminderit, vjojmë atëherë me rendin e ditës. Urdhroni, zoti Sheha.
Urdhra, po mund. Faleminderit. Tani, zoti kryetar, kjo nuk ka lidhje me dy interpelancat e tjera që keni refuzuar. Është një interpelancë që kam bërë në datën 14/10/2025. 14/10/2025 me ministren e infrastrukturës në atë kohë. Ka lidhje me Thuman Kashar, 1.3 miliard euro, zoti kryetar. Kjo është interpelanca. Tani mund të më thoni pse më mohoni të drejtën e kësaj interpelance? Pse e keni hequr nga kalendari, nga programi punës, pa më njoftuar, pa një përgjigje? Ka mundësi? Sepse nëse nuk marr përgjigje, zoti kryetar, kam të drejtë të besoj që ti nuk e bën dot, nuk të lë Belinda Balluku. Nuk e bën dot. Sepse si është e mundur, sot keni një interpelancë, është ministri, vetë të mbaroj, po të mbaroj 3 minutë. Të mbaroj 3 minutë. Asnjë koleg. Të mbaroj 3 minutë. Vazhdoni. Qa nuk mund ta përmend Belindën? Jo, mos paragjykoni kolegët. Mund ta përmend Belindën. Mos etiketoni. Përmendni me respekt mund të përmendni këtë tonin. Sot është keni caktuar një interpelancë me ministrin e infrastrukturës, nuk e kuptoj pse ministri i infrastrukturës nuk vjen të japi përgjigje për Thuman Kashar, por je përgjigje për një kërkesë që është dorëzuar para një muaji. Kjo është bërë që në tetor, zoti kryetar. Tani shpjegoj qytetarëve shqiptar. Nuk mund ta bëni, nuk u lë Belinda Balluku, ajo komandon këtë parlament, apo jeni ju? Keni ju në një pjesë tu, mos meni dhe ju në një pjesë, zoti kryetar. Se tani kam të drejta dyshoj, se nuk ka arsye tjetër pse ju duhet të vini në dispozicion. Faleminderit. Ju lutem ruajini kufijtë e etikës edhe të respektit dhe të ligjit. Nuk keni asnjë të drejtë, keni drejtën tuaj të bëni opozit, si ta gjykoni ju, por ka dhe disa vija të kuqe. Kush jeni ju që mund të shkelni mbi personalitetin e kujtdo? Kush jeni ju që shpallni shkelsin, kriminelin e tjera? Ju lutem, diskutojmë për procedurën, por mos bëni sikur nuk e kuptoni për çfarë po ju them. Ju nuk mund të përmendni asnjë koleg dhe ta akuzoni sepse dilni jashtë kornizës së kodit të sjelljes dhe të rregullores. Jashtë kësaj salle mund të bëni çfarë të doni dhe mbani përgjegjësi për veprimet tuaja personale, qytetare, politike. Brenda kësaj salle jemi të detyruar të respektojmë njëri tjetrin. Po të doni, mund ta them edhe ndryshe, jemi të dënuar të respektojmë njëri tjetrin. Dakord? Kështu që kontrolloni fjalorin dhe mos shpërndani të pavërteta. Sepse dikush këtu në sallë besoi që realisht po ju mohet fjala për interpelancën që lidhet me akshin. Ndërkohë, për transparencë, përgjigja është kthyer 3 muaj para. Jo një, po thuaj 3 muaj para, 19 shkurt të këtij viti. Tani jemi në maj, kam dhe shkresën këtu. Ju lutem kontrolloni fjalorin edhe njëre, kam thënë disa herë. Nuk jeni asgjë më tepër se secili prej nesh këtu. Nuk mund të keni drejta ekskluzive të shpallni kush është gënjeshtari, kush është krimineli, kush është banditi. Ju lutem, qëndroni brenda këtyre vijave të kuqe dhe zhvilloni në hapësirën tuaj opozitare të drejtën tuaj të bëni opozit fort. Mos shkelni dinjitetin askujt. Çdo deputet ka personalitetin e vet, ka dinjitet, ka familje, ka emër, ka mbiemër, ka fëmijë dhe nuk keni ju të drejtë të tregoni me gisht askënd. E nuk e kam fjalën për mua personalisht, por për çdo këtu. Shumë faleminderit. Vijojmë tani me rendën e ditës, interpelancë lidhur me interpelancën, nëse s'keni qenë në sallë, besoj zoti Kapri ju ka informuar, e kemi diskutuar dhe interpelanca për shkak se i adresoi ish zëvendës kryeministres dhe ish ministres infrastrukturës dhe të energjisë që nuk është sot, ju tham për korektesë formale, riformuloheni shkresën dhe ta trajtojmë në seancë në mënyrë serioze konform rregullores. Nëse zoti Kapri nuk ju ka informuar, është problemi zotit Kapri, por nuk e besoj, se interpelancë urgjente me kryeministrin zoti Edi Rama kërkuar nga një grup deputetësh të grupi parlamentar të Partisë Demokratike. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 810 të Kushtetutës dhe nenin 97 të rregullores. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me licencimin nga Banka e Shqipërisë